Përshëndetje, sot kam vendosur që t'ju tregoj hap pas hapi se si unë e ushqej brumin tim të ardhur. Pra, brumi i ardhur që unë përdor për të zënë bukë, ka qëndruar në frigorifer në këtë kavanos qelçi i mbuluar me kapak. Dhe ka një javë që unë e kam ushqyer, pra ka qenë një javë më përpara, hera e fundit që unë e kam ushqyer. Se shikoni, ka fluska, bulza, ajri, ka sipërfaqja nuk është e njëtrajtshme, ka dallgëzime në sipërfaqe që tregon se është gati për ta përdorur për të zënë bukë. Por sigurisht duke qenë se unë nuk dua vetëm thjesht të zë bukë, por dhe të ruaj një pjesë për herës tjetër, atëherë unë do ta ushqej dhe një pjesë do ta mbaj për të zënë bukë. Për këtë do më duhen 2 lloj mielli. Mielli i zakonshëm, që unë e kam në anën e djathtë timen, dhe mielli i thekrës, ky që ka ngjyrën pak më të errët ose pak më grish, si më thënë. Pse mielli i thekrës? Mielli i thekrës shërben si ushqyes i shëndetshëm i majas, natyral i majas. Pra, i jep fuqi, i jep shëndet dhe e bën më të predispozuar ose më të gatshëm për të ardhur sa më shpejt. Dhe prandaj, nisur edhe nga çfarë kam lexuar dhe çfarë kam edukuar veten time në lidhje me këtë temë, kam parë që ka qenë një nga mësimet më të mira që kam marrë, pra të përdor për të ushqyer brumin e ardhur të dyja llojet e mielrave. Tani kam marrë një kavanos qelçi të pastër, ku do të ruaj majan për herës tjetër të ushqyer. Në këtë kavanos, me ndihmën e një peshore, kam hedhur 80 gram të brumit të ardhur. Dhe po kaq, në të njëjtën mas, 1-1-1, pra një mas mielli brum të ardhur, një mas miell dhe një mas ujë, do të vazhdoj të shtoj. Pra, meqense kisha 80 gram brum të ardhur, do të shtoj 20 gram miell thekre dhe pjesën tjetër, që i bie 60 gram, të jetë mielli i zakonshëm, për të bërë në total 80 gram. Dhe pasi do të shtoj dhe 80 gramin e miellit, do të përfundoj me miellin, do të vazhdoj me ujë, do të shtoj dhe 80 gram ujë. Pra siç thash, porcionet janë 1-1-1. Një mas brumi i ardhur, një mas miell në total dhe një mas ujë. Dhe me qenë se në rastin tim unë përdora 80 gram brum të ardhur, kam 80 gram brum të ardhur, 80 gram miell dhe 80 gram ujë. Këto do të përzihen dhe unë kam dëshirë ose preferoj që ta përzij 2 herë, prandaj e lë në banak të kuzhinës dhe i kthehem pas një 10 minutash e përzij edhe një herë tjetër. Mendoj që përzierja 2 herë i krijon më shumë hapësirë fluskave aty brenda të marrin ajër dhe të riten. Atëherë në këtë kavanozin e ri kemi brumin që do ta ruajmë për herës tjetër në frigorifer. Pjesa e mbetur nga brumi i ardhur që kishim tashmë në frigorifer do të përdoret për të zënë bukë. Dhe si shikoni, ka gjysmë 130 gram brum të ardhur të mbetur. Përsëri do të vazhdoj me të njëjtën gjë, do të shtoj masën 1-1-1, një mas, pra do të respektoj masën 1-1-1, një mas brumi të ardhur, ku do të shtohen dhe miell po aq dhe po aq ujë. Si e pat, ato fluska që ishin në vazo vazhduan të duken aty në atë enën plastike që po përdor unë. Do të vazhdoj të shtoj miellin tani. Dhe pasi të kem shtuar miellin, do të shtoj dhe ujin. Do të përzihen mirë. Dhe të gjitha këto që shikoni dhe në video, po të vini re peshoren, janë në të njëjtën mas. Pra, si të thuash, rregulli im
i bërjes gati të brumit të ardhur dhe pastaj dhe të kësaj pjesës që do të përdor për bukë, është ky, një mas brumi ardhur, një mas miell, po ashtu një mas e njëjtë edhe ujë. Atëherë, kjo pjesë e përdorur, pra kjo pjesa e fundit që ne po bëjmë gati, është ajo që unë do të përdor pas një 4 orësh të qëndrimit në banak për të zënë bukën. Uroj që shpjegimi të jetë i mjaftueshëm për t'i dhënë përgjigje pyetjeve të tuaja apo të disa anvisave, të paktën që më janë drejtuar mua në videot e tjera, dhe ty kem ardhur sado në ndihmë. Nëse keni pyetje të tjera, me kënaqësi do t'i përgjigjesha edhe në komente. Pra, që shikoni, e kam përzier edhe një herë tjetër, siç e thash, përzierja 2 herë më bën mua më konfidente për të menduar që është përzier plotësisht dhe ka marrë ca ajër aty brenda që të ndihmoj për fermentimin më të shpejt. Pasi është mbaruar përzierja, i vjet përsëri kapaku dhe përfundon në frigorifer. Kurse pjesa tjetër, ajo që është në kutinë plastike, do të mbulohet edhe ajo me kapak, do të qëndrojë në banak, mbi banak, diku te 4 orë, derisa të jetë gati për të zënë bukën. Pra kjo ishte video që doja të ndaja me ju. Faleminderit dhe mirupafshim në videot e tjera.